Festa në familjen e Medës, lulja sot në qendër të vëmendjes. Në shtëpinë e Medës sot është ditë feste, lulja gruaja e tij ka ditëlindjen dhe Meda nuk la pa bërë publike. Ai uroi me fjalët më të mira, të sinqerta dhe plot respekt, duke treguar hapur sa shumë e vlerëson gruan e tij. Postimi u shpërndon menjëherë, me fanca që komentonin ky çift gjithmonë me pozitivitet dhe Meda ka ditë me i thënë fjalët që duhen. Lulja në fotoshihet e qeshur, elegante dhe në humor feste. Urimi i Medës u lexua si një mesazh falënderimi për vitet, sakrificën dhe mbështetjen e saj. Një gjest që pak burra e bëjnë publikisht. Fancat e morën si shembull çiftin të qëndrueshëm me respekt të ndërsjellët. Në rrjet çarkullon vetëm energji e mirë, sepse kur feston familja e Medës gjithmonë ka pak më shumë dritë. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.